jam i dëshpëruar, seriozisht jam tepër i dëshpëruar me këto, me sjelljet e nënpunësve në Kosovë, në Prishtinë. Sepse unë jam duke kërkuar, si unë ka shumë shqiptar, shumë, kur thom shumë, besoj që i ka ma tepër se sa mendoj unë, që i kanë këto probleme, këto halle. Këto duhet mi pas në menaxhim njerëzit që janë kompetent, që i kuptojnë me lehtësime, jo me vështirësi, mendoj unë. Ti njoftojmë shikuesit për shkak se bashkëshortja juaj vjen nga Bujanovce, edhe ndoshta ato fillimet e juaja kur jeni njoftuar nuk e ka njoft mirë Kosovën apo nuk ka pas informacione për Kosovën. Ne kemi biseduar edhe më herët pak a shumë në pika të shkurta, më ke treguar edhe historinë kur ajo ka ardhur në Kosovë dhe i ka pëlqyer Kosova, është lidh shumë me Kosovën, meqense në këtë rast bashkëshortja juaj mund ta merr një shtetësi ku ka lind andej, po nuk do ndon në shtetësi tamam të Kosovës, edhe besoj që në këto raste duhet me pas kujdes edhe shteti, për shkak se pse mos jetë një banor plus i Kosovës, edhe sidomos kur është një banor familjar, edhe pse jo t'i ketë dy në shtetësi, kur ne të Kosovës, ne nga mërgjimtarët mbahemi edhe fal juve, ne gjithmonë jemi këtu ku jemi, për shkak se ndoshta ky zhgënjim bëhet nga te, nga i tjetri, edhe fillojnë mos të vizitohet Kosova dhe ta braktisin vendin e tyre. Kjo është me të vërtet shqetësuese. Është shumë e vërtet. Ne jemi zbashku para 33 viteve. Gruaja ime është shqiptare, mirë po kemi jetuar në Zvicër, jemi njoftuar atje, edhe jemi martuar atje, kemi bo kuror atje. Unë s'kam qenë 10 vite në Kosovë, për shkak të kushteve atëherë para luftës, edhe gruaja ime ka pas shumë pak informacione për çështjen e Kosovës, për historinë e Kosovës. Pastaj gradualisht i ka kuptuar. Sot gruaja ime din ma shumë se unë. Për Kosovën. Për Kosovën, kur ta përmend Kosovën, ajo është në gjendje s'po di si me spjeguar në gjuhën shqipe kështu në këtë termin me gramatik. Ka nostalgji, ka dashuri për Kosovën. Ekstreme, mu me thonë, ekstreme. Dhe mirë po, jam tash në këtë situatën që me fillimin e dokumentacioneve, gruaja shumë është e pasionuar për me marrë në shtetësinë e Kosovës. Kemi shtëpi këtu, kemi investuar shumë këtu, mbi €500.000, mu me thonë, kemi investuar këtë mundin në Kosovë, edhe i takon, me gjithë se ajo e donë se kemi 2 fëmijë zbashku, edhe në herën e fundit, në test, kur na erdhi informacioni për me dalë në test, një grua në telefon na dëshpëroi aq shumë, sa që u detyrova me ardhur këtu në vendin tuaj, në televizionin tuaj, për me hap, me shpreh mendimin edhe keqardhjen që jemi të lënduar aq shumë, sa që nuk kam mujt me bo një sy gjumë. Kjo është e mjerueshme për ata njerëz që kanë bo këtë testin. A janë njerëz ata, a kanë mëshirë ata, a e din që është mërgat ata. Jetojmë në një shtet më të fortin në botë, po mendjen e kemi këtu në Kosovë. Mu po më dhimbën rinia për gjenerata të reja që janë në Zvicër, në Gjermani, në Austri,
në gjithë Evropën, në Amerikë, në Australi, në gjithë botën. Nuk vinë me këto maltretime që po na i bojnë neve, nuk vinë, nuk marrin në shtetësitë Kosovës. Kjo është mjerim. Ne nuk kemi 200 milion banor. 200 milion nuk jemi shumë popull i vogël. Unë i bëj apel, çdo politikani, mu më intereson për mirëqenien e adhetarëve së pari, ta kenë shëndetin, por syt i kemi te Kosova, se është vendi jonë. Kënaqësia më e madhe ime është kur një fshatar ose një qytetar, një koleg në Kosovë nuk u ankohet mu, thot mirë jemi, rrugët janë të mira, këto janë të mira, shëndetësia është mirë. Po unë po shoh vetëm maltretime, shumë po shoh gjana që nuk janë të hijshme për neve. Çka do të thuash, je i zhgënjur përgjithësi me Kosovën që nuk është duke punuar atë sa duhet? Për mërgim, unë e flas në emër të mërgjimtarëve, shumë pak. Nuk jam unë i kënaqur shumë. I zhgënjur ma shumë se i kënaqur. Sipas mendimit tim. Cili është zhgënjimi tjetër që e ke nga Kosova? Pyetje shumë e ven. Zhgënjime për shembull në medicinë. Kam shkuar me vizituar një koleg timin me një emergjencë. Në hyrjet e emergjencës ishin 3 pacientë. Në katin e dytë ishin të psikikisht që janë të semur. Psikiatri, lloj psikiatrie. Do të thot, nuk kish kontroll aty, ai vjen pin dytit kat, vjen poshtë mund me sulmu. Nuk, do më thonë, u dëshprova shumë. Pastaj, te rrugët, te shajat e komunikacionit, shumë shajat ta tregon shembull një qytet, me ta shkruan kaq vogla në tabel, sa që nuk shihin ato, nuk mund me dallu, ato janë zhgënjim i madh, do më thonë. Si ka mundësi, për shembull, përmes me ia lecu popullit, gjendjen, komunikacionin, shkollën, qerdhen, jo. Por shpresoj që në të ardhmen do të bëhet mirë. Shpresoj shumë. Shpresojmë edhe ne ashtu. Do të kthehem prap te tema e bashkëshortës tuaj. Bashkëshorta juaj e tham se është nga Bujanovci. Është kjo një lloj vështirësie e dokumentave që nuk i lëshohen, apo ka pas ndonjë rast që i ka thonë mund ta merrsh në shtetësinë në vendin tuaj? Sepse ne para shumë kohë kemi pas këtu në studio një musafir nga Bujanovci, cili 35 vite ka qenë pa dokument identifikues. Dhe ky ka qenë problemi edhe te ai për shkak se komuna e Gjilanit i ka thonë shko në vendin tuaj merre dokumentin, ndërsa ai ka jetuar në Gjilan, vetëm ka lind andej, edhe 35 vite pa dokument identifikues ka qenë. Unë besoj, unë jam faktikisht i detyruar sipas sjelljeve, sipas dokumentacionit që unë këto procedurat që me gruan time i vazhdojmë për vazhdimin e letërnjoftimit temporer, si quhet për 10 muaj, besoj që duhet të keni një kompetent që duhet të jetë një person kompetent, por ne nuk i kemi atë fat. Gruaja ime është nga Bujanovci me vendindje atje, por ajo nuk e besoj që e maltretojnë sikur këtu në Kosovë. Sipas mendimit tim, në qoftë se e merr në shtetësinë prap të Serbisë,
nuk do të maltretohej në kësi situate Si në Kosovë. si në Kosovë, definitiv.